Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Sot Këshilli i Lartë i Prokurorisë hapi zyrtarisht garën për zgjedhjen e drejtuesit të SPAK. Kush do jetë drejtuesi i SPAK? Në fillim do kalojnë disa procedura dhe e para është ajo e afatit të aplikimit. Nga sot deri në 8 tetor, ky është afati për gjithë ata kandidat që duan synojnë të zgjidhen në drejtimin e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe të krimit të organizuar. Pastaj, më pas kësaj, do filloj procesi i zgjedhjes, i përzgjedhjes, sepse ka dhe disa procedura të tjera dhe deri në mes të dhjetorit, pra deri në datën 16 dhjetor, ne do njemi, opinioni do njihet me drejtuesin e ri të SPAK, atë që do pasoj Altin Dumani, të cilit i mbaron mandatin në 16 dhjetor. Ka disa element shumë interesant, deri më sot ne nuk kemi një kandidat zyrtar që ka paraqitur dokumenta dhe kjo do pritet në ditën e vijim deri në datën 8 dhjetor, por ajo që është më interesante është nëse ka mundësi regjia, ju lutem, një foto nga mbledhja e sotme e zhvilluar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ja, ky është moment nga mbledhja. Sekol Stojani, një prokuror shumë i njohur me një karrierë shumë të pasur, që është antar i KLP-s, është relator dhe bëri të ditur kushtet për atë që synon të zgjidhet në krye të SPAK-ut. Sigurisht ai duhet një nga 20 prokurorët e SPAK, por 2 prej tyre përjashtohen. Zoti Arben Kraja, që ka mbaruar dhe ka konsumuar një mandat, dhe ai që është aktualisht Altin Dumani. Të tjerët pasaj 18 të tjerët janë në garë. Pra, ata, çdo kush nga ata mund të paraqesi kandidaturën për të qenë në garë. Dhe në fund pasaj përveç se do dëgjohet platformat e tyre, karriera e tyre, CV-ja e tyre, në fund pasaj do bëhet një votim. Nuk është aq e thjeshtë, po zgjidhet drejtuesi ndoshta i institucionit më të rëndësishëm, jo të drejtësisë, po besoj edhe të shtetit shqiptar. Pse e them këtë? Nga marrja e detyrës së presidentit Donald Trump, i pari zyrtar i lartë i shtetit shqiptar i thirrur në qeverinë amerikane ishte Altin Dumani, që është drejtuesi aktual i SPAK. Pra, ka një rëndësi të veçantë drejtuesi i ri i SPAK. Ai do drejtojë politikat, jo politikën politik, po politikat që SPAK do ketë në veprimtarinë e vet. Edhe pse prokuroria tashmë ka ndryshuar mënyrën e funksionimit të saj, pra nuk është të një mënyrë piramidale siç ka qenë dikur, po secili prokuror është i pavarur, drejtuesi i SPAK ka një rol të veçantë dhe ai për më tepër se përcakton politikat e mënyrës së funksionimit dhe teknikat dhe administrimin e këtij institucioni, ai mund të marrë pjesë në çdo çështje që ka të hapur ky institucion. Por pse ka rëndësi tjetër drejtuesi i ri i SPAK? Edhe për një arsye tjetër. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e tillë që ka ndikuar jo vetëm në zgjidhjen e shumë çështje, por edhe sidomos në drejtimin e këtij institucioni. Duhet të sillim në kujtesë mënyrën se si u zgjodh Altin Dumani, që ishte një mbështetje ekskluzive e ambasadës amerikane në Tiranë, ndryshe nga ajo që qeveria shqiptare me kryeministin Rama kishin preferenca të një kandidati tjetër. Megjithatë, kjo është një garë e re mbas 3 vjetësh. Kujtojmë edhe një herë që SPAK-u ka 6 vjet në funksion, pra në dhjetor të këtij viti, në nëntor dhjetor, sepse ishte një procedurë që zgjati disa ditë, SPAK mbush 6 vjet nga fillimi i punës së tij. Dhe mbas 6 vjetësh, pra kemi 2 mandate, Arben Kraja 3 vjet, Altin Dumani 3 vjet. Ne presim zgjedhjen e kreut të ri. Për diskutuar sot unë kam të ftuar Artan Manushaqen, avokat, pedagog i jurisprudencës, po dhe një mik i emisioneve të mia që këtu vjen për herë të parë. Artan, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit juve për ftesën dhe mirë se u gjeta zoti Çafoku. Do kem dhe avokatin e njohur Ylli Kameri, i cili është miku i emisionit, po për shkak edhe të impenjimeve të tij do jetë prezant pak më vonë. Megjithatë, ne do vijojmë bisedën me zotin Manushaqe. Edhe regjia do na ndihmojë, por pikë së pari, kjo është polifotoja me 20 titanët, po i quaj unë, të prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Po faleminderit regjia dhe faleminderit edhe për këtë polifoto, edhe stafit tim, gazetarëve dhe montazhit. Nga polifotoja e qeverisë kalojmë te polifotoja e SPAK-ut. Ne kemi 20 prokuror, aq kemi dhe antar të kabinetit të zotit Rama.
po do t'i komentojmë një nga një me radhë. Zoti Manushaqe, do më ndihmosh, ne do bëjmë një portretizim të gjithë prokurorëve, nuk është bërë asnjëherë që bëhet për herë të parë. Kjo do t'i marrim me radhë edhe një herë, ju lutem regjia, sepse ne e kemi të dy me Zoti Manushaqe, e kemi të dy polifotën. Po. Artan, fillojmë me radhë. Adnan Xholi, do të thënë, do përcaktojmë edhe e para tani do më korrigjosh nëse jam gabim. Ajo që mbie në sy me këtë polifoto dhe nga ndryshe nga ajo qeverisë. 1 ose 2 veta mund të jenë që kanë lindur në Tiranë, ndërsa qeveria 1 ose 2 mund të ketë që s'kan lindur në Tiranë, pra shumica e antarëve të kabinetit Rama kanë lindur në Tiranë, shumica e antarëve të kabinetit të SPAK-ut, pra prokurorëve të SPAK-ut, nuk kanë lindur në Tiranë. Të thotë gjë kjo? Do të thonë Nedna Kuçi ka lindur në Tiranë dhe nuk e di dikush tjetër këtu. Pikë pari, duhet ta diskutojmë këtë. Po, në tërësi, po të shikosh të gjithë prokurorët, po të shikosh nana profesionale, nuk mund t'i kritikosh, pra të gjithë, pra nana profesionale. Pastaj kur futemi te çështja e integriteti, pastaj është çështje tjetër që ndërthuret integriteti. Jo, të thotë gjë kjo që kanë lidhur, nuk kanë lidhur. Dhe dua të them këtë, të dal pikërisht te pyetja juaj. Pra kjo është përfaqësimi në institucion të saktuar të drejtësisë siç është SPAK-u, në këtë lloj larmishmëria është shumë pozitive për mua. S'më duhet larmishmëri, mua më duket që nuk ka lidhur në Tiranë, ka një veçantë në Tiranë, pra ndërkohë që në qeveri, po them unë, njerëzit të rreth e qarka Ramës që kanë ndekur në bashki, i ka rekrutuar apo i ka katapultuar në politik, në ministra, në deputet, në rastin konkret këtu, edhe për te kritikave që ka mundaj SPAK-u që dihen botërisht, pra për te i kësaj. Jo, do të thënë qeverinë dhe politikën e lartë do të thënë qeverinë e përbëjnë tiranësit. Ky është dhe një brez. Sa qeverinë e drejtësisë, po ta shikosh, ky është dhe një brez, pak a shumë që është brez i viteve 90-2000 këtu i prokurorëve. Që janë diplomuar. Që janë diplomuar, diku maksimumit e 2003-2004. Që kanë lidhur vitet 70-80. Që kanë lidhur 70-80, pra ky është edhe i brezi, po themi. Edhe ata të qeverisë kështu janë. Që jo të gjithë. Jo të gjithë, po ti shikosh jo të gjithë, se fillojmë na ministre kulturë, se na këto që kanë qenë këto vajzat e pa i paragjykuar, se unë jam që t'i japësh mundësinë e dërimeve, nuk kam sensin e paragjykimit, po dua të tregoj për mënyrën se si rekrutohen njerëzit në politikë. Jo, edhe një herë ta bëj të drejt për drejt pyetja. Ore, do të thotë gjë ty që këta nuk janë nga Tirana, nuk kanë lidhur në Tiranë? Më thot, patjetër që më thot. Çfarë? Që këta që s'kan lidhur në Tiranë kanë një. Më thot që do të thotë që autoriteti në raport me garën që kanë ardhur në institucionet e saktuara në rrafshin personal është edhe kontributi i tyre për këtë pjesë. Duhet ta shoh edhe kështu. Te kjo pjesë. Okej, ti marrë me radhë. Adnan Xholi. Janë, do të thonë, të gjithë këta tani, duhet ta themi edhe për ata që na ndjekin, të gjithë kanë të drejtë të kandidojnë përveç Altin Umanit dhe Arben Krajës, që kanë qenë drejtues. E kanë marrë mandatin. Është hapur dhe i debat tani në KLP-ja dhe edhe jurisprudenca që, ore, a ka të drejtë të kandidoj Kraja përsëri sepse ka një interpretim hapësiri, pra s'ka të drejtë të rikandidoj mbas mbarimit të mandatit dhe të një pasnjëshëm. Të një pasnjëshëm, mirë, po janë futur, ndërkohë që ka kaluar 3 vjet, pra e kanë hapur këtë debat. Për mua nuk ka të drejtë. Nuk ka të drejtë. Po s'ka të drejtë, sepse kështu i bie të futet Kraja, futet Dumani, futet Kraja, futet Dumani edhe. Jo, mbarojnë 9 vjet ata. Jo, po çdo 3 vjet. Pra ideja që ndron, mbarojnë 9 vjeçarin ata. Jo, okay, ja ta shpjegoj. Ata të dy vend 6 vjet njëri, 6 vjet tjetri, vend 12 vjet. Prokurorët e tjerë pastaj ku do? 12 vjet nuk shkojnë dot ata sepse 9 vjet rrin aty. Po pra, po ideja është u zgjodh 3 vjet Kraja, u zgjodh 3 vjet Dumani, do zgjidhet edhe 3 vjet Kraja, pas zgjidhet edhe 3 vjet Dumani. Jo, nuk zgjidhet dot 3 vjet, se 9 vjet i mbaron Dumani. Presupozojmë qofse i mbaron, pra i mbaron mandati. Okej, vazhdojmë me Adnan Xholin. Adnan Xholi. Prokurori ky vjen lindur në 75-ën në Dibë. Doktor i shkencave juridike, drejtuesi i prokurisë së krimeve të rënda, ka garuar edhe për krejun e BK-s dhe nuk ka fituar. Ka një certifikat nga Shtetet Bashkuara të Amerikës të vlerësimit, drejtori i drejtorisë gjyqësore në prokurorinë e përgjithshme, drejtori i kontrollit të hetimit në prokurorinë e përgjithshme dhe çështjet që ai ka trajtuar janë ato kryesisht të trafikut të drogës, të pastrimit të parave dhe të gjitha këto në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. A është Adnan Xholi njëri amerikanëve tani? Unë nuk mund të them që një prokuror apo një tjetër është njëri amerikanëve, sepse çdo njeri tregon integritetin e vet. Jo, ma i Altin Dumani po mos i çaj amerikanëve. E para njëra ai duhet të jetë njeri kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Zoti Xholi apo gjithë prokurorët e tjerë. Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mbështetur reformën drejtësi, do ta mbështesin reformën drejtësi, qoftë në logjistik, qoftë në mbullimet njerëzore,
apo edhe me platforma politike, po pa ndikuar në strukturat politike, por në të parë ai duhet të shërbejë një interesit publik në kuptimin e Kushtetutës së Shqipërisë, sigurisht edhe mbështetja e Shteteve të Bashkuara. Natyrisht që është shumë pozitive për të ndihmuar për të dalë na ky ngëç ku jemi ne këtu. Po ju jap një statistikë, unë po bëj një punim shkencor lidhur me reformën në drejtësi, kam kohë që po merrem me atë dhe sipas anketës që unë kam bërë, në bashkëpunim me kolegët e tjerë, del që 60% e qytetarëve shqiptar SPAK-un nuk kanë besim te SPAK-u. Dhe 60%, 40% kanë besim, 60%. Po ti pas ke përmbysur studimin e ke bërë ti? Atë jam gati duke përfunduar, po, studim. Po ti po jep, domethënë prit freno këtu. Domethënë ti je duke thënë që ajo besueshmëria e lartë e shoqërisë shqiptare ndaj SPAK-ut ka rënë ndjeshëm. Unë kam trajtuar dy komponentët. Jo, një sekondë, ka rënë ndjeshëm. Ka rënë ndjeshëm. Sa ka qenë? Pra, SPAK-u ka qenë 70%. 70% ka qenë mbi 70%. Institucioni më i besueshëm. Më i besueshëm. Dhe tani 60% nuk e besojnë. Do të besojnë. Ka rënë besimi. 40% e besojnë. Tani, ky është sondazh yt. Po nuk është sondazh im, po i bazuar me metodën Likert, po shumë mirë, keq, pra janë metodat sakta ato që Po përmbys barometrin këtu ti. Merren, po konkuron me barometrin. Me barometrin Ballkanit, po e përmbysim atë. Do dalë studimi këtu dhe këtu demi, do e vërtetojmë këtu pastaj. Nëse revistat shkencore ma pranojnë, madje u kam çuar unë, pastaj le të japim përgjigje këta këtu. Aty ku do vejë. Me sa është kampioni? Kampioni është me, pra, domethënë 225, gati 225 persona, është me metodën Likert. Po barometri ka me 1000 tani. Dhe për 225 persona për 100.000 duhet jetë mbi 200 persona mbi 100.000 banor. Unë e kam bërë me 225 gati. Për 100.000 banor. Për 100.000 banor, se është për 100.000 banor. Okej, mbetemi këtu se edhe është kompleks kampioni. Okej, do të pyes për atë. Adnan Xholi, të bëj portretizimin e çdo prokurori. Po shiko, na eksperjenca dhe po them na eksperjenca që ka zotëria këtu, edhe na kurrikulum vitae që i përshkrove ti, domethënë ky është, domethënë kandidat për potencial. Kandidat potencial sepse tregon edhe karriera. Pastaj ka çështje të tjera pastaj që aty nuk është se ka shkëlqyer shumë këta, kë vërejtje keti, se ti nuk ri pa vërejtje në raport me SPAK-un, po kam përshtypjen që këtë dosjen 339 në mos gaboj. Po? Këtu e ka lënë çik sipas dore.